debatet shtyhen, nuk mund të shtyhen debatet, mos zotëri, kalafate kushtetuese. Nuk mund të shtyhen kur debatet. Nuk negociohen interpelancat, kalafate ligjore kushtetuese. Po shtyhen sepse Edi Rama nuk do në parlament. Sepse në këtë parlament qytetarët presin transparencën e vjedhjeve të tij, vetëm akshi 2 lindave është bërë ndërkombëtar, është bërë botror. Ajo e Gjora Mirlind me 4 apartamente e vila është Ta përfundoj. Kuelit. Po ju nuk guxoni ta shqiptoni atë jam apo jo. Prandaj edhe shtroni parlamentin në një hiçe, shumëzoni me 0. Dilni këtu pa asnjë rregullore, pa asgjë, nuk respektoni as kushtetutën, në asnjë nen që takohet në parlamentin. Si ka mundësi të jeni kaq të dobët para ligjit, para kushtetutës. Vetëm për një njeri, se cili për jush, çfarë kujtoni ju, se këto që janë këtu, këto do këshin marrë rrugë me kohë. Lubia jo, se ka 25 vjetë me regjistre me te. Pra ma edhe qaftet, sigurisht që e shtyt debatin për integrimin, nuk mund të bënit, sepse ishte debati këtu për Lubin, dhe ju nuk donit kur të hape ai debat. Pra edhe njerë, unë mendoj. Fjalin e fundit ju lutem se keni ka një problem me ty. Ke një vendim gjykate kushtetuese personalisht kundër teje. Dakord. Dakord. Zoti Tomor Alizoti. Policia nuk është individual dhe vendimi gjykatës kushtetuese për ditën e përfillimit të parlamentit të përket ty.